Po thuj se i pritur, sepse ishte paralajmëruar pak a shumë fillimi i fushatës që ma herët. Megjithatë ishte një sprovë për të promovuar një formë të re të bërjes së qeverisë dhe qeverisë pakisës me një fjalë për të tejkaluar disa situata kritike në cilat kalon Republika, është fjala për miratimin e buxhetit, për aprovimin e disa çështjeve që kanë bëjnë me planin e rritës e tjerë, dhe po të kishte pas racionalitet politik edhe kjo do të mund bëhej, sepse gjithandej në demokracitë liberale të etabluara qeveritë e pakicës kanë misione të veçanta dhe kanë afate të caktuara. Kjo mund të bëhej, por për fatkeq nga politika kosovare racionaliteti ka migruar, është ratisur ka herë dhe nuk u arrit një çështje e tillë. Ku prisjet gjindej racionaliteti? Prisje sepse kisha informacione se ka pas bisedime me disa deputet partisë të Lidhjes Demokratike dhe mendoja se megjithatë një kategori që thirrën shumë në institucionet e Kosovës, në interesin e shtetit, qytetarëve e tjerë. Ndoshta kanë qelluar partijak dhe i kanë besu partisë më shumë se sa... Po ti kishin besuar më shumë institucioneve përgjegjëse të Lidhjes Demokratike, ata nuk do të kishin biseduar, po megjithatë atyre ju ka interesu mbi gjitha interesi i Republikës. Dhe unë i përgëzoj për guximin që kanë pasur. Me biseduar, nuk e besoj që dikush refuzon me bisedu. Jo, edhe për çështje tjera më konkrete, sepse nuk ka qenë krejtësisht e pamundur edhe në orët e fundit arrihet një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duket që ata kanë qenë më të përgjegjshëm, natyrisht jo për ta dëmtuar interesin e partisë tyre, po për ta ndihmuar, sepse teza se një koalicion me vetëvendosjen do ta dëmtonte Lidhjen Demokratike nuk qëndron. Mirë, dhe kush është fajtori? Tash përgjegjësinë kanë që gjithë, po mbi të gjitha kanë përgjegjësinë opozita që na ka zvarritur gjatë kohë dhe natyrisht edhe ata që... E Albini s'ka faj hiç? Jo, ka faj, edhe ai ka përgjegjësi sepse ka pasur mundësi që disa çështje që ndërlidheshin me votimin e kryeparlamentarit të zgjidhej më herët. Në ndërkohë, zotëre Ramabaja, duke pas parasysh se lexoja sot, sidomos nga po e them militant, duke thënë që egoja e opozitës. Egoja e opozitës mund të thuhet për Lidhjen Demokratike të Kosovës një pjesë të koalicionit AK-Nisma, po flas për Nismën, por nuk është testuar e tërë opozita, sepse nuk ju ka bë ftesë krejt opozitës, nuk ju ka bë ftesë PDK-s dhe nuk ju ka bë ftesë AK-s. Nuk mund të flasim për ego në kuptimin politik të fjalës, por më shumë mund të flasim për mungesë të kauzës politike. Jo, ndoshta nuk e kuptove pyetjen, ose me qëllim nuk po do me kuptu pyetjen. Pra, u tha që është ego e partive opozitare. Kjo çfarë ndodhi sot? A mund të thuhet që është ego e partive opozitare kur partitë opozitare, jo të gjithave, ju dërgua ftesa për të hyrë në koalicion qeverisës? Po si dërgohet në asnjë parlament maturuar politikisht ftesa gjitha partive? Nuk mundesh eventualisht mirë, Ramabaj, lutem dëgjoj. Rregull është, nuk i dërgohet. Po në momentin që s'pranojnë të tjerët, sepse për herë të parë, a ka ndodhur ndonjëherë në historitë Kosovës mos më votu qeveria? Ka ndodhur që është votuar pa marrëveshje dëmshme për Kosovën. Është pritur me orë tëra, është nënshkruar marrëveshje për asociacion, janë bërë pazare natën e tjerë. Tash po mendoj unë që po promovohet një metodë, një shkollë e re e parimeve. Që është parimore, krejt komplet parimore. Me diskutu me deputat veç interesin e shtetit dhe jo interesin e individit ose të grupit.